Ndërsa Tirana mirëpriti liderët e Europës në kuadër të komunitetit politik, të dhënat tregojnë se Shqipëria ka një marrëdhënie të mirë tregtare me vendet e Unionit dhe rajonit. Italia është partneri kryesor i shkëmbimeve të madrave, ku në vitin 2024, sipas të dhënave të Instat, importet nga Italia arritën në 189.3 miliard lekë, ndërsa eksportet nga Shqipëria kapën vlerën e 162.7 miliard lekë. Turqia mban vendin e dytë, duke sjellë në tregje shqiptare gati 96.6 miliard lekë mallra. Rreth 4 miliard produkte made in Albania ndërkohë eksportuan drejt Turqisë sipas të dhënave zyrtare. Në vendin e tretë renditet Gjermania, e cila ka sjellë në vendin tonë gjatë 2024-s 64.3 miliard lekë mallra. Eksportet drejt ekonomisë më të madhe të Eurozonës arritën 678 milion lekë. Greqia renditet e katërta për shkëmbime tregtare me Shqipërinë. Vendi fshi solli 68.1 miliard lekë mallra dhe të roqi nga tregje shqiptare 23.4 miliard lekë. Me Kosovën, Francën, Ukrainën, Serbinë, Maqedoninë e Veriut, marrëdhëniet tregtare janë në trend rritjeje. Jo vetëm shkëmbime tregtare, por edhe prezenca e investitorëve të huaj në Shqipëri u rrit edhe më shumë gjatë vitit të kaluar. Edhe në këtë drejtim, shtetet që mbajnë kurorën në radhë të parë janë Turqia me 250 milion euro investime, Italia me 200 milion dhe Hollanda me 176 milion euro. Sektori që po udhëheq investimet është ai i pasurive të paluajtshme, energjia, infrastruktura dhe ndërtimi. Samiti mbajtur në Tiranë vjen në një moment kur Shqipëria synon të thellojë lidhjet ekonomike me Bashkimin Evropian dhe të përshpejtojë procesin e integrimit të saj në tregun e përbashkët.